që në fillimet e saj, por ju pyes, po kur ishte në opozit Rama, pse nuk na i votoi 3 ligjet? Sepse Rama është një armik i egër i shqiptarëve, i dashur mik. Sepse Edi Rama është kryeministri më anti-shqiptar, është i quajtur nga analist botror të famshëm gjerman, politolog dhe analist, si Pashiqi, si kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqi. Dhe e ka marrë këtë vlerësim për shërbimet jashtëzakonshme që i ka bërë Serbisë këto 13 vite dhe kundër shqiptarëve. Dhe askush nuk duhet të pres, ju lutem, që ne të bëjmë kopjen e tij në asnjë mënyrë. Ai është një person, por ne ama kemi luftuar me kurajo të madhe, kemi luftuar në kushtet më të vështira. Edi Rama është një armik, jo vetëm i kombit, po është një armik i demokracisë shqiptare. Shikoni që bën. Dekoron babain e tij xhelat në një sfidë të hapur ndaj mira shqiptarëve që ranë për të bërë të pavdekshëm genocidin komunist. Në Durrës i vën emrin një rrugë të xhelatit Tjatit. Këtu në Tiranë dekoron Tjatin. Në vend se të denoj me forcën më të madhe dhe të kërkojë ndjes familjes Nela për firmën që ka vendosur jati i tij, për varjen litar të një poeti talentuar dhe abdetar të pavdekshëm në veprat e tij. Me Edi Ramën nuk e ndjekim kur, ju e shifni, nga viti 2007 në vitin 2014, numri shqiptarëve në Shqipëri është rritur nga viti në vit. Nga viti 2015 deri në vitin 2024, 47% e shqiptarëve janë larguar nga Shqipëria. Janë larguar 2 ose 3 herë më shumë se nga Kosova në zbatim të platformës Çubriloviçit. Kjo është arsyeja, ju keni të drejtë, ato që ai ka bërë janë të vërtetë, ato janë anti-shqiptare, kurse ne jo. Ne e mbështesim. Por ne çfarë kërkojmë? Ne kërkojmë që ky të jetë një proces në lobim, një proces në merit dhe jo në lobim korruptiv siç e bën ai. Duke paguar këtë ose atë dhe duke bërë të kundërtën e asaj që kërkohet në standardet dhe kriteret e antarësimit. Greta Beqiri, zoti Berisha, kur shohim që në disa emisione televizive po ftohen figura si Mirlinda Karçanaj dhe Belinda Balluku, të cilat përdorin hapësirën publike për të mohuar akuzat pa u përballur me pasoja konkrete, a mendoni se kemi të bëjmë me një normalizim të justifikimit publik të skandaleve? Apo kthehen këto dalje mediatike në një lavatriçe imazhi për zyrtarët e akuzuar? Dhe sa e dëmton kjo, sipas jush, transparencën dhe llogaridhënien reale ndaj qytetarëve? Faleminderit Greta. Spari kjo është një dëshmi e tmerrshme e kriminalizimit të mediave të kontrolluara nga qeveria. Të bësh retushin tualetin e Lubi Ballukut, e Edi Ramës, e Karçanajt drejtoresh e tendrove ku njerëzit mirëshin peng, do të thotë ti je më kriminal se ata. Do të thotë ajo që e kam përsëritur, zonjë, se mafja e fjalës lirë është mafja më e rrezikshme kësaj toke, sepse e para është fjala. Sigurisht vim tek mendimi juaj, është plotësisht i vërtetë.
me këto emisione duhen me çdo kusht të përligjin krimin, të përligjin vjedhjen. Edi Rama nga një anë lufton të bëjë ligje të çojnë parlament për mbrojtur në studiot televizive. Shpall pafajësira e bën tualete kriminaleve apo kriminaleve të damkosur, duke dëshmuar një tentativë për të kriminalizuar gjithë shoqërinë. Dhe kjo është absolutisht dëshmi edhe njëherë e kapjes së të mërshme të mediave nga qeveria e shtrimit tyre në mafje. Mos harroni se kur qeveristarë dhe opozitarë protestonin kundër vjedhjeve të Ballukut dhe bandit me uniformë i gjurin ata me gaze helmuese të skaduara, i njëjti televizion që mbahet me paratë e vjedhura të taksave shpreh se helmet e skaduara janë përdorur që t'i dëmtojnë më pak protestuesit. Kurse në rast në fundit përpiqet na paraqiste të përdhlyer e të papërlyer një hajdute të pamshirë që ka fshehur 10 milion pasurive dhe i të dokumentuara, sajonin truke të turpshme, sikur gjoja ajo që në ka vidhpi me një videoje, po kush po qanë kokën për videot e saj njërën rreth para më topë. Qytetarët kanë hallet e vjedhjeve të saj, po çka bërë ajo s'kan kush kokën për te. Dhe që asnjë video s'është shfaqur. Po duhet ta largonin mendjen, shikonin thonë dhe kjo zonja e papërlyer. Edhe kësaj bën video. Shiko deri ku shkon kriminaliteti në studio televizive, manipulimi, ndaj dhe qendrimi i Partisë Demokratike i hapur i prerë. Vetëm se u mashtrojnë ju të dashur qytetarë, vetëm se përpiqen të manipulojnë të vërtetat, vetëm se përpiqen të trillojnë për të mbrojtur padron që u japin paratë që vjedhin nga ju. Klisman Mhielli. Përshëndetje doktor, duket sikur çdo gazetar dhe analist i majt dhe i djathtë po bën çmos që t'i thuhet këtij populli që ju dhe Rama jeni në një marrëveshje të plot për çdo reformë. Unë si qytetare kërkoj nga ju që të bëni denoncim për të vendosur dinjitetin në vend, ose kësaj shoqërie do t'ju mbushet mendja që jeni në marrëveshje dhe humbja tjetër do t'jetë si ajo e Berlusconit 9-5%. Faleminderit. Çfarë ndodh këtu i dashur? E gjithë ky serial mafioz ka vetëm një qëllim. Mos harro. Se Edi Rama bën zgjedhje dhe opozita humbet zgjedhje. Një mashtrim monstruoz, të cilin, për hir të vërtetës, pa diskutim, për merit të Partisë Demokratike, e faktoi para shqiptarëve dhe botës sa i bën jo zgjedhje po fars. Tani, pasi u kap në fyt se zgjedhjet i ka të tipit partisë shtet, se administratën e ka shtruar në polici politike për zgjedhjet, se përdor jo miliona po miliarda euro për të grabit votën, të gjitha dokumentuara me dokumenta. Pasi u faktua se qëndron në pushtet duke plaçkitur votën dhe ushqen shushujat me paratë që i vjedh qytetarëve, duan të krahasojnë
Berishën me Ramën, që absolutisht është një lloj sikur të krahasosh anën e ndritur me anën e zezë të hënës. Në çdo lloj aspekti. Por ata që spekulojnë janë dhe primitiv, se në fakt ndaj Sali Berisha e Edi Rama ka bërë gjithçka që do bënte babai i tij, përveç asaj që se internon dot edhe se që mund bënte ndaj kundërshtarit politik, nga atentatet në mes të rrugës, tek arrestin shtëpi dhe akuzat falso, tek marrja e vulës partisë e tjerë. Ndaj dhe o mik, ata që bëjnë krahasime duan të mbrojnë Edi Ramën, po Edi Rama është një bastard i atyre që i xhelatëve të regjimit, që ka futur në këtë regjim moralin e mëparshëm, ka rikthyer ka fazët e xhamit në një vend antar të NATO-s, turp i dheu, në një vend që ecën drejt Bashkimit Evropian, turp i dheu, tregon vetën se është një spirokolek apo kriksaçram i vërtet. Pra, çfarë bëjmë? Pasi është dëmkosur me gjitha këto, hajde ta krahasojmë me Sali Berishën. Dhe kjo është në çdo lloj aspekti. Një njeri i shthurur në çdo drejtim. Një njeri që po i rrudhet truni nga droga, me shenja të sigurta. Nuk e shtojnë dot krahasorët. Nuk e shtojnë dot as sulmet që i bëjnë opozici. Jo. Përkundrazi, opozita sot është me forcë se kur. Është e vetmja opozitë në diktaturë që nërmerr kryerritjet fuqishme paqësore dhe do i vazhdoj ato. Dhe do eci sigurt drejt largimit të tij nga pushteti. Po, në qoftë se thuhet e ke fjalë për reformën territoriale, i nëror zotëri, ju mund të mos u pëlqej, por ju garantoj se janë 10 mira mbështetës dhe demokrat që kërkojnë që Partia Demokratike të marrë pjesë dhe të mbrojë interesat e qytetarëve ku janë zhdukur bashkitë dhe komunat. Dhe nuk mund t'i japim ne luksin e Edi Ramës të na sulmojnë të thonë se ju nuk ishit. Ne ishim dhe do mbrojmë interesat e qytetarëve. Së dyti, dhe në asnjë reformë tjetër, së dyti, reforma zgjedhore. Po, i dashur miq, që në vitin 2021 gjersot, unë ju kam deklaruar me 10 herë, me 100 herë mos më shumë, se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka, por unë do mbroj votën. Do mbroj votën. Ka patur pseudo demokrat, ka patur banalist që thanë ku mbrojt vota. Vota nuk mbrohet me Kalashnikov nga një parti demokratike. Jo. Vota u mbrojt kësaj here, ja u thënë në mënyrë të shkëlqyer. Lexoni raportin e Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, i cili në paragrafin e parë për zgjedhjet thotë se kuadri zgjedhor i Shqipërisë lejon zgjedhje krahas kompetitive, por në këto zgjedhje linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave të partisë u shua. Do thotë zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë shtet. Ne qëndruam
me forcën më të madhe, me durimin më të madh, me qindra fakte, dokumenta, ja ku është një libër këtu. Ky libër i ndëruar është dërguar në të katër ante e botës që provojnë se Edi Rama nuk bëri zgjedhje. Pra, por rekomandimet për përmirësimin e kodit zgjedhor janë të domosdoshme që të marrin pjesë, nëse ne nuk marrim pjesë, marrin përsipër vetë fajsin pastaj. Çka nuk mund të ndodhi. Nuk përzihemi ne me asgjë me reformë, është thjesht një përpjekje dështuar e Edi Ramës për të mirësuar figurën e tij duke u krahasuar me Sali Berishën, po të krahasosh Edi Ramën me Sali Berishën, është si të krahasosh një njeri me djallin.